do mundohem në mënyrë të përmbledhur të japim disa detaje të tjera cercherò di essere breve per dare alcuni dettagli lidhur me ecurinë e këtij hetimi. per quanto riguarda l'andamento delle indagini. Siç u relatua më parë, ka qenë një hetim i përbashkët Come riferito è stato un'indagine comune midis prokurisë antimafie së Barit tra la Procura Antimafia di Bari dhe prokurisë posaçme. e la Procura Speciale. Fal një marrëveshje për skuadrën e bashkë hetimore. Grazie a un accordo Gjithmonë me ndërmjetësimin e Eurojust. in quadro di Eurojust. Në kuadër të hetimit janë kryer hetime paralele në Itali dhe në Shqipëri. In ambito di queste indagini sono state svolte indagini paralleli in Albania e in Italia, Janë shkëmbyer të dhëna në mënyrë të menjëhershme dhe të përditshme, scambi di dati e informazioni in modo immediato, ku është realizuar sekuestrimi në disa episode të lëndëve narkotike në shtetin italian. in cui è stata realizzata Në vijim nga ana e autoriteteve italiane, in seguito nga drejtoria e antimafjes dhe prokuria e Barit, la Procura di Bari janë administruar të dhënat të platformës së kriptuar Sky e CC, della piattaforma Sky ECC, çfarë kanë rindërtuar dhe kanë paraqitur para hetimit një panoramë të qartë të organizimit të gjithë këtij grupi strukturar kriminal. ma molto chiaro di tutte le indagini. Nga analizimi i këtyre dhënave, Dall'esame di questi dati kemi arritur të rindërtojmë dhe të dokumentojmë abbiamo ricostruito gjithë shtrirjen e aktivitetit kriminal, un'attività criminale i cili fillonte në Shqipëri, partiva dall'Albania fillimisht në zonën e Puljas, Itali, e nella zona di Puglia, Italia më pas në gjithë territorin italian e in tutto il territorio italiano dhe në vijim në disa vende të Bashkimit Evropian, e in seguito in alcuni paesi dell'Unione si Europea Gjermani, Belgjik, Holland come Germania, Belgio, Olanda dhe në Amerikën e Jugut. e nell'America del Sud. Atëherë e reja në këtë hetim, pasi La novità di questa indagine me të njëjtin grup hetimin e kemi patur edhe më parë 5 skuadra përbashkëta hetimore, con lo stesso gruppo di indagini abbiamo 5 altre squadre comune. e reja ka qenë sepse krahas të dhënave të përfituara nga veprimet siç kanë qenë përgjimet telefonike, telematike e tjerë, Dalle intercettazioni janë përdorur në mënyrë të menjëhershme edhe të dhënat e përfituara nga platformat e kriptuara. immediatamente i dati da piattaforme limitate. Gjithsej janë sekuestruar 30 episode të trafikimit të lëndëve narkotike në Itali Abbiamo 30 episodi di traffico di narcotici in Italia dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, e 10 episodi in Albania, në Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Olanda e altri paesi dell'Unione Europea. Pra është dokumentuar i gjithë cikli i lëvizjes së lëndëve narkotike nga vendet e origjinës në drejtim të Shqipërisë apo vende tjera të Bashkimit Evropian. Albania o altri paesi dell'Unione Europea. Dhe së dyti, fal analizës së kryer faktikisht nga hetuesit e drejtorisë së DIA-s Grazie alle analisi degli investigatori di DIA në drejtim normalisht të prokurorëve të Barit, e la Procura di Bari është arritur të konkludohet lidhur me të gjitha të ardhurat kriminale nga ky aktivitet kriminal. sui flussi di questa attività illecita. Dhe janë dokumentuar mbi 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia apo vende tjera të Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë, Documentati più di 30 episodi di traffico di në denaro dall'Italia në një vlerë prej afro 5 milionë euro. Stati quasi 5 milioni di euro. Gjej momentin të falenderojmë autoritetet italiane për gjithë bashkëpunimin Italiane per la dhe collaborazione besimin, pasi në fakt kanë qenë e la fede poiché kanë ofruar dhe kanë iniciuar këtë hetim, kanë ofruar gjitha të dhënat, e offerto tutte le informazioni e i dati kanë administruar të dhënat e SkySys në mënyrë të drejtë për drejtë piattaforma in modo diretto nëpërmjet Eurojust tramite Eurojust. dhe fal të bashkëpunimit janë arritur këto rezultate që ne kemi sot. Grazie alla collaborazione abbiamo raggiunto questi risultati. Atëherë ditën e sotme janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona Sono state eseguite le misure di sicurezza per 50 persone në Shqipëri dhe në Itali. in Albania e in Italia, Janë ekzekutuar 40 masë sigurimi,
40 misure di sicurezza. Atëre falti hetimi janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuar kriminale. Traffico di narcotici di gruppi criminali. Janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Abbiamo anche reati di corruzione nel territorio della Repubblica d'Albania. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit. Per abuso d'ufficio, per il Po. reato abuso d'ufficio. Për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Ufficiali e un difensore. Gjatë sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendimet e gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive. Sono state eseguite anche le misure per la confisca e Pasuritë të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të tëndë narkotike. proventi da attività illecite. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, 3 ristoranti nella città di Durazzo, një bar kafe, un bar caffè, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. aziendali